40 punonjës të OSHE-s në Malësi të Madhe kanë zbarkuar në fshatin Vrak, ky i njësisë administrative të Grymirës. I gjithë grupi i punës ka qenë i përforcuar dhe nga punonjës të OSHE-s në kryeqytet dhe së bashku me forcat e rendit kanë nisur kontrollet për të gjetur abuzuesit e energjisë elektrike. Sipas informacioneve që jep vetë drejtori i OSHE-s në Malësi të Madhe, Skënder Hoti, aksioni është duke u zhvilluar për të zbuluar e ndëshkuar ato që guxojnë të abuzojnë me energjinë. Ky aksion ka nisur në Vrak për të vjuar më pas në të gjitha fshatrat e njësisë administrative të Grymirës, që tashmë janë pjesë e Bashkisë së Malësisë së Madhe. Kontrollet gjithashtu do të vazhdojnë edhe në qytetin e Koplikut deri në njësinë administrative të Kelmendit. Task Force e ngritur për këtë qëllim përbëhet nga 40 personë, të cilët janë të ndarë në 5 grupe. Ato kanë ushtruar kontrollet të gjitha lokalet, bizneset dhe entet private si dhe shtëpitë e banimeve. As pikat e karburanteve nuk kanë shpëtuar nga inspektimi. Sipas drejtorit të Hoti, këtë herë çdo qytetar që kapet duke abuzuar me energjinë nuk do të paralajmërohet, por do dërgohet menjëherë për ndjekje penale. Ky aksion pritet të jetë i përditshëm deri në eliminimin e çdo abuzuesi në mënyrë që çdo faturë e energjisë të paguhet nga konsumatorët.